Pak kushte të vështira atmosferike, po mendimin e Zotit ja dolëm. Gëzuar gjithë. Mario Nesuni nga Vlora, mosha 30 vjeç. Urime. Ore, po nuk pyet moshën. Sot, në këtë ditë të shenjtë të madhe të krishterëve ortodoks, dita e Epifanis, e pagëzimit të Zotit Krisht. Në kisha e hershme pagëzimin dhe krishtinit i bende në një ditë, por më vonë kisha i ndau. Dhe kjo ditë e bekimit të ujrave, e bekimit natyrës, është dita me shenjtë për të gjithë botën, sepse Krishti kur u bekua, kur u